Aksidenti i rënd në vend. Një aksident ka ndodhur në aksin Fier Levan pranë vendit të quajtur Qafa e Koshovicës. 2 automjete tip Volkswagen dhe tip Opel janë përplasur me njëra tjetrën. Si pasojë e goditjes së fortë, mjeti tip Opel ka dalë nga rruga duke u përplasur me shtyllën elektrike dhe një pemë e cila është rrëzuar. Në vend ngjarje ka mbritur ambulanca e cila ka transportuar 2 të lënduar drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ndërsa policia dhe grupi hetimor po punon për zbardhjen e dinamikës së këtij aksidenti. Rreth orës 11:40 në vendin e quajtur Qafa e Koshovicës, automjeti me drejtues shtetasin EH është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin PF. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar let 2 pasagjerë, shtetaset FH dhe SH, të cilat kanë shkuar në spital për kryerjen e ekzaminimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.